Një muaj të mbar ju urojmë të gjithëve, muaj i festave që ka më shumë ndriçim, ka më shumë gëzime, mezi e presim edhe për të reflektuar, por edhe për të treguar se si është kaluar gjithë viti përmes recetave tona, përmes të ftuarve tanë, kështu që avash do mundohemi që të tregojmë edhe një përmbledhje vjetore tonën nga dita në ditë. Do ta tregojmë këtë edhe përmes këshillave të ndryshme nga ekspertët tanë. Sot është jo vetëm një dhjetor i fillimi muajit të fundit të vitit, por edhe fillim jave. Në rubrikën tonë Bima dhe Shëndeti do të flasim për një problematikë që prek kryesisht të moshuarit, kryesisht më tepër gratë, sepse do ta pyesim doktor Yllin, bëhet fjalë për demencën. Si vjen ajo, cilat janë simptomat, çfarë shkakton dhe a ka mënyra për ta parandaluar atë edhe përmes dietave të ndryshme, ushqimeve të ndryshme, bimëve, cilat janë ato simptomat e para që nuk e ngatrojmë me haresën e moshës, pra janë disa simptomat të cilat duhet i dim të gjithë tek prindrit tanë, tek vetja jonë, sepse demenca po shfaqet padyshim edhe tek moshat e reja. Kemi hapësirë sot edhe për telefonatat tuaja, kështu që na ndiqni deri në orën 11 do të jemi. Tani do të shkoj tek Albana sepse i ka gati produkte dhe ju ftoj të gatuajmë së bashku. Ja, mirë se të gjeta. Mirëmëngjesi. Një javë të mbar, javë të mbar, të gjitha qofshin për mbar, edhe për shikuesit tanë, për anvisat tona që na ndjekin dhe janë aty përpara ekranit të Report Televizion, në vendin më të frekuentuar në shtëpi, siç është kuzhina. Edhe ku qëndrojmë sepse duam të qëndrojmë. Çfarë fut aty në xhep? Sheqer. Mbarsi inshallah, dhe gati. Fillove me këto vestitni. Po ja që i kam. Me këto rituale. Fillon muaj, fillojnë edhe këto ritualet e vogla. Po, për shembull, vendosim një gjysmë lekësh, një çfarë është diçka që është petalike e vendosim në xhep. Për syrin është kjo, për mbarsinë. Për mbarsi. Sa më kujtove syrin. Qa syri, ja. Po më se kam visa plot. Aty dhe të kripa. Unë e dua sheqer. E do sheqer aty? Larg me e kripa, sheqer. Do thoni tani që mori flak, do të thot apo? Ka do një flak qofshim, gjithmonë qofshim flak, direkt. Rrezin e kemi ku e kemi, nuk na i mërkush. Po ama dhe flakën e duam. Gjitha i thonë, te mori flakën dhe ata njerëzimit, ne nuk e duam për vete. Nuk e duam për vete, ne e duam dhe ashtu të bukur. Me ëmbëlsirë me sa kuptoj. Me të ëmbla, me pak sheqer. E thot pastaj, jo nuk i ndjek, unë s'jam kështu me bestytnit. Fillon muaj një recetë të ëmbël, tani si më ëmbël. Bestytnit po. Horoskopin kam mbi 34 vjet që e ndjek sikur është diçka, sikur është ajo lëkura ime. Do thoni ju, kam edhe çfarë them, kam edhe këto metat e mia, çfarë them? Jo, s'juan të meta, ka plot që të meta në thorza faktikisht, po mua më pëlqen që ti ndjek këto. Edhe ti zbatosh kështu. Ti zbatosh me për pikmëri. Çfarë ti thjesht ai demenca me çfarë ajo, çfarë the? Temë shëndetësore këte nga Bima dhe Shëndeti. S'ke probleme me demencën, ti dukesh. Nuk kam, njëri që lexon nuk e deri sa kujtohen ai shumë të shkuar. Nga herë dhe harroj. Po jo se nuk je rrezikuar, kuptohet. Se ajo vjen kështu, nuk të tregon. Më trombe. Letrat e sheqeri. Letrat e sheqerit do të presim yllin më pas. Çfarë ëmbëlsire kemi sot? Atëherë do të bëjmë. Faktikisht është një edhe kek mund ta quash, edhe në formë torte, po tortë nuk mund të quhet, sepse kur themi tortë, ne gjithmonë sillim në mend ato të pastiçerisë. Po. Por nëse do ta quash në kushtet e shtëpisë, del pak a shumë si gjysmë torte. Por ja themi kek me krem të bardhë. Po. Që më duhet, jo vetëm kremi është i bardhë patjetër, po mua më duhet të kem një çokoladë, më duhet të kem një banane te kremi. Dhe ku jemi këtu, për shembull, e kam vendosur që qumshtin të marrë një nxehtësi. Shtoj direkt masën e sheqerit, nuk i shtova shumë. Që mos të fare, shtoj gjalpin dhe do t'i përzijej. Që unë t'jem në avans me kohën. Tu kam një seshten që direkt do t'a shtoj, pra janë diku të 2 lekë, të 2 lugë, të lekët, 2 lugë. Aty të lekët, të lekët. Futa sheqer të futa, qa do? Shte edhe një seshten, s'kam qa të bëj. Kam
një vezë që unë do t'i marrë, të lutem Moniki, Çfarë do dua duhet? vetëm të verdhën. Vetëm të verdhën. Okej. Dhe, te kjo mas, unë do të shtoj dhe pakës fare miell. Përse e bra të parën këtë? E bra të parën këtë që unë të kem atë mundësinë që të ftohet. Urdhëro. Rrofsh. Të bardhën po e lëm këtu. Sikurse do t'i shtoj edhe pakës fare miell. Opa, ja e marrë këtu. Kaq. Ja, hop. E punoj. Do thoni ju edhe mielli nëse shte. Po mielli është miell, nëse shte është nëse shte. Tek mielli, po fare nuk jam lodhur te mielli fare. Çfarë mielli përdore sot? Farinat. Farinën, okej. Farinat, sepse më duhet për të bërë. Edhe kam marrë me vanilje faktikisht. Edhe me aromën e vaniljes? Po. Ja, do ta lë derisa të më trashet masa. Do thoni ju, këto kokrizat, fare, mos u shqetësoni për këto, fare. Absolutisht, sepse unë do t'i shtoj të verdhën dhe do t'i bëj një rrahje të duhur, por me dashuri. Aty është ajo përzira që të marrë nxehtësinë, ëh? Kjo është rrahje, nuk është dru, është rrahje. E ka një përzierje. Bravo. Rrahje të termat. Atëherë Pra, do t'i lëm kokrizat, kur kemi thjesht do këtë t'i- pajisje, e quajmë rrahje, e rrahim. Kur e përzijem me luk, e quajmë përzierje. Po, jo se nuk përzihet dhe nuk shpërbëhen kokrizat me tel, po do më tepër kohë. Opa, e kaloj dhe pakës fare këtë tek vendi dhe do t'i shtoj të verdhën e vezës dhe do t'a lë aq sa unë shikoj që fillon ajo mpiksja, gjysëm mpiksja, gjysëm. Se patjetër që do filloj. E kam nxehtësinë, do t'a lë tek mesatarja. Shikoni bëhet, i tha dikush Nikit, çfarë është kjo velvet? Sa të bëhet velvet? Kjo Si është më masa sa të bëhet Për kostume. velvet, është dhe për do. Niki tha, është velvet, po është ngjyra për do. Ngjyrat e stinës. Pra mos mendoni se ne kemi vetëm djem që dim vetëm atë vendin e punës. Kemi djem që kanë një mendje të rafinuar. Luma ato goca që do ju marrin Sot juve. kujdesen më shumë se sa vajzat çfarë flet ti. Unë e kam thënë, gjinia maskullore Po më është ndryshe. është shumë më përpara dhe në vendet e punës, si t'jenë pastiqer, si t'jenë parukier, janë më të duhurit. E largova, se fola kaq, sepse duhet të bëje këtë. Ja. Gati kremi. Dhe i bëj një rrahje, Që ti jemi më të sigurt që ai kremi nuk ka asnjë lloj kokrize aty nga mielli apo nga miseshkja që përdorëm. çdo lloj kokrize është e lë këtu se do më duhet sërish, i ur nxehtësinë, e tani e përzije sepse kam arritur atë, ja, do edhe pakës fare, dhe e lëm të ftohet, aj sa mua do më premtoj dhe koha për të ftohur, Nuk e vendosim në frigorifer, sa atëre e kemi prishur muhabetin. Aty do të mpikse direkt. Pa. Nuk vendosim direkt sa është nxehtë pelikola, se sërish kemi krijuar problem me kremin e pastiqerisë, e gjithë nxehtësia kalon tek pelikola. Dhe e largoj edhe kapakun se nuk më duhet. Këtu. Do ta lë sepse do ta bëj me pjesë këtë. Ta trazoj unë ndërkohë ndonjëherë. Heqim. Pastaj. Kam masën ra. Të verdhat e vezëve, unë vezët komplet. Sa aromë të mirë që ka marrë, pak vanilje, kjo aroma e ngrohtë e trazimit të kremit. Opa. 3 të plota, mos të duhet dhe kjo e bardha apo bëhen shumë? Bëj dhe atë vërë, si të është një... Ose çojmë dëm, pjesën që më mbeti.
vezët i rajnë, shtojmë dhe qumshtin. Masën e qumshtit. Vaniljen. Masën e sheqerit. Po i shtoj pak më pak. Që t'jem të më duan të ata. Vajnë. E spostoj gjalpin. Shtojmë dhe kakaon. E që është këpër i thatë edhe me zorë. Opa. Një të një bëgati. Dhe shtoj diku në të gjithë masat që keni, masën e miellit. Avash. E gjithë masa e miellit do të kaloj me këtë raksen. Një përzierje shumë e mirë e të gjitha produkteve, që ndërkohë shtohet edhe mielli farinat, zgjodhëm mielin më të imët, që ka dhe aromë vanilje, duke qenë se edhe kremi është i tillë me këtë aromën e vaniljes që nuk i reziston dot, aq që mirë vjen. Kjo duhet razuar vazhdimisht, se ja filloi të ajkoset sipër. Është rashë një qik? Mirë. Dhe pse mua nuk më duhet se të do kaloj? Është në rregull është. Një krem i duhur. Krem i duhur. Duhet edhe me i trash. Duhet. Duke u ftohur, duke u trashur, se e lëm në nxehtësi se s'është pra prish punë. Mua më duhet në pjesën e mbas pjekjes. Do piqet një herë baza dhe pastaj në kohën që ne do kemi pushim, do vendos kremin. Tani masën që po shton dhe mielin, do të vendoset tek tepsia. Ka një ëmbëlsirë me krem vanilje, me banane dhe me çokoladë. Si vepruam, shojmë dhe njërë përbërësit, sepse ja kremi u bë gati dhe Albana do ta vendosim në tepsi. Shënojni produktet që keni në ekran. 3 vezë, 1 gotë sheqer, 1 gotë qumësht, vaj, kakao, 3 lugë, miell, 2 gota e gjysëm, 1 pako vanilje dhe 1 pako fryrës. Për ju që do të përdorni mielin farinap me shijen dhe aromën e vaniljes, mbase do të eliminoni pakon e fryrësit dhe vaniljes. Kremi tani përmban qumësht, miell, niseshte, sheqer, vezë, gjalp, vanilje, krem pana, edhe pana të lëngshme, banane dhe çokoladë e coptuar. Një kremi u bë masën e shumë delikat, e duhur, dhe i mirë trazuar, i mirë punuar gjithë përbërësit, sepse ka ende për t'i shtuar. Marim, opa. Shtoj shumë pak. Vetëm kaq të shihni dhe të kuptoni se sa velvet i duhur, sa velvet është. Sa ka bivent është. Po, të lutem. Thjesht do pjekja, do trajtim. Jo në nxehtësi të lartë, nëse ne kemi në nxehtësi të lartë, patjetër që do digjet sipër dhe brenda do të jetë çull.
Për këtë sigurojmë që ne të kemi një temperaturë 180 gradë për furat që janë në gjendje pune të mirë dhe për furat që janë pak më shumë në përdorim, që janë përdorur më shumë, shkon te 200-ta, direkt e marrë dhe vendos në furrë. Ne vendosim në furrë, shkëputemi për 1 minutë për të falenderuar dhe të kuptojmë ofertën e sotme nga Prostatol dhe vazhdojmë punën më pas. Dhe atë që erdhëm të prekim pak traditën tani, se nuk ka që të ndodhë ndryshe, sepse vendosëm të piqet një herë dhe pas here do të kontrollojmë Albana për pjesën e pan di Spanje, pjesës që krijuam të kremit velvet me aromë dhe shijen edhe të kakaos edhe të vaniljes. Tani sa ajo të bëhet gati dhe ne të shfrytëzojmë kohën, po kalojmë tek receta e trahanas. E shohim pak se si gatuajmë sot trahana, recetën e shkruar. Ka disa përbërës, trahana me dhjamushka dhe salcë speci. Na duhet 1 filxhan trahana e thatë, 2 lugë gjelle vaj, 1 lugë gjelle gjallë, ujë 1 ose 1 litra 200 ml, do ta shihni me sy në varësi të sasisë së trahanas, 200 ml qumësht, 3 lugë gjelle salcë speci pikante, 1 lugë gjelle salcë speci të ëmbël, 100 gram dhjamushka dhe bukë e thatë në kubik, djath i bardhë i thërmuar, kri piper i zi dhe piper i kuq. Këto janë përbërësit e trahanas me dhjamushka dhe salcë speci, ideale për këtë muaj të ftohtë. Marë një pjesë mish me dhjamushka, përse kam vendosur dorezën këtu, përse kam prerë gishtin dje. Tik edhe. Ç'po bëje? Në gjëra të tilla. Pra më duhet të kem pjesë me dhjam. Më mirë, mund të shtoni dhe suxhuk. Kjo është një recetë e gjysheve Kosovës. Pra që kryesisht e përdorin në vende të ftohta. Ja. Do marr të gjithë të pjesën e dhjamit. E dim shumë mirë për zgarat. Në fillim fare se ju të piqni në zgarë, duhet që pjesën e zgarës ta lyeni me dhjam. Gjë që ndihmon që nuk ngjitet asnjë lloj produkti. Të dhjamushkave, ndërkohë duan, te trahanaja, te fasulja, te grosha. Po. Pak për atë aromën, jo që të jo, mos pretendoni konsumojmë dhjam. Pak sa për shije, një pjesë të vockël. Ata që kanë probleme ose ato që kanë probleme me yndyrnë, më të kujdesshëm në këtë recetë. Po kjo aroma që lëshon, i jep shije trahanas. Ndërkohë salcën e specit, kemi piperin gjithashtu, piperin e kuq, dhe trahanan të cilën ne kemi vendosur të zbutet në ujë, që është edhe mënyra më e mirë për ta gatuar trahanan, gjithmonë duke vendosur në ujë, edhe atë kur e gatuajmë thjesht fare, sepse zbutet dhe merr. Ka njerëz që dhe skuqin e ka urdisin para se ta gatuajnë. Nuk e pres me thikë. Kështu, me dorë. Dhe krijoj atë skuqen e duhur. Më duhet të kem të gjithë të masë bukës. Buka do të thekërohet. E mira është të jetë bukë e fortë. Do t'i lë derisa të thekërohet mirë. Po të duam ne, normalisht mund ta kalojmë në furrë. Dhe shumë mirë do bëjmë biles. Vazhdojmë te kjo bukëza. Nuk po e hap kapakun e furrës, sepse e dëmton dhe nuk e loj që të vazhdoj procesin e fryrjes edhe të pjekjes në të njëjtën kohë, por shoh që është në atë nivelin që duhet. Edhe kremi është plotësuar, është trashur paksa, kështu që në pjesën tjetër ne kur të kthehemi më vonë pas reklamave, do të kemi mundësi ta ndërtojmë, ta montojmë
Hapat dhe procesin e fundit të ëmbëlsirës, këtu I kemi të gjitha produktet. Tani, merremi me trahanan. Trahanan. Largoj lëngun, ujin. Po. Është një gatim që e përgatisim për drekën, jo vetëm për mëngjeset apo mbrëmjet. E bëjmë pak më të plot. E kemi sjell trahanan në variante nga më të ndryshmet përgatitjes, në supa, ke përzier me perime, sipas mënyrës tradicionale me vaj ulliri dhe djath, rigon sipër. Është ajo tradita që ne na mbledh. Përse vura ka pakun e vogël që të bëhet më shpejt. Përziej trahanan pasi e kam zbutur. Ka dy mënyra, o e skuqni dhe do prisni më gjatë që të bëhet, ose në të kundërt vendosni ujë dhe krijohet ajo zbutja. Unë kam vendosur, kam një trahanan me perime, ku mbizotëron domatja. E lë derisa të krijohet zbutja. Vërtet zbutja është, po jo dhe aq e duhur. Sa derisa të ngrohet atë, marri pak. Lëshoj ato aromën karakteristike. Marr pak ujë. Ndihmoj me pak ujë. Dihet që në këtë proces, edhe në vaj dhe për shkak të ujit që ka qëndruar, fillojnë dhe krijohen ato kokrizat, gjë që duke e trazuar me lugën e drurit ose me telin, përsëri eliminojmë. Ja, duke i trazuar vazhdimisht, do të ngrohet uji. Nuk më prish punë fare, sepse gjitha kjo mas do bëhet e njëtrajtshme. Pa merak fare. Pa një lugë. Normalisht ndihmojnë edhe avujt. Çlirimi I aromës që vjen tani prej copzave. Sërish kapaku. Ja. Luga e salsave më ndihmon më shumë se luga e drurit. I shtojmë gradualisht ujin, sepse ato treten vazhdimisht. Derisa të marrin nxehtësinë e duhur e gjithë masa. Pasi të kaloj këtë proces, kalon edhe salca aty. Piperi, salca, erza të tjera. E njëtrajtshme. Po të doni e bëni me suxhuk, të shkon shumë, sepse është një klimë e ftohtë dhe gatimet gjithmonë janë për klima të ftohta. Po, që janë të shoqëruara me suxhuk ose me djamushka. Nuk e shtuam ujin të gjithë të plotin që në fillim, do ishte më e vështirë për t'i tretur kokrizat, sepse dihet ato nëse unë do kisha skuqur pa e kaluar në ujë, do ta kisha më të kollajt. Por ka më shumë shije, bëhet më kremoze. Pra më mirë, pak punë më tepër, por ama keni një rezultat të duhur. Është në dorën tuaj. Ja. Nga pak e nga pak. Po, ne vazhdojmë me këtë proces, ndërkohë ka ardhur dhe koha e reklamave. Do t'i shtosh edhe salcën? Do t'i shtosh sepse në përzierje jam, që kështu nuk e kam, nuk është problem. Dhe I përziem gradualisht. Shtoj ajvar, salcën e specit dhe sërisht përziej. Derisa të krijoj atë masë që dua unë. Ja. Jap mundësi që të shkri akoma edhe më mirë.
edhe me pak ujë ndihmojmë dhe ne avash. e lëm të proces këtu ku është, atë skuqen dhe të marrin aromë, ngjyrë edhe buka bashkë me djamushka dhe e përfundojmë, besoj kur të jemi rikthyer do ta keni një pamje më të plot të tranas. Ja, që si filloj, sepse me nxehtësinë e duhur, dhe tretat shkrihet në kollaj masat e miellit. Po. Do të shtojmë përsëri ujë? Po. Do të shtojmë edhe patjetër që do të shtoj ujë. Ja, e shikojmë dhe këtë proces dhe ne do të shkëputemi për publicitet. Kështu që ju presim pas pak minutash përsëri në kuzhinën tonë që të vazhdojmë edhe me ëmbëlsirën. Tani të besoj do ta hapim pak që t'ua tregoj. Dhe kur të rikthehemi pas publicitetit do të vazhdojmë të shtojmë edhe pjesën tjetër, pra kremin. Ju presim pas reklamave. U rikthyem përsëri, vazhdojmë të gatuajmë recetën tonë tradicionale. Që është pakos fare që ka ngelur. Të trahanas, i përsërisim edhe një herë produktet se çfarë përdorëm për pakos, qumësht. Për përgatitjen e kësaj mënyre tjetër të gatimit të trahanas me djamushka dhe salt speci, ju duhet 1 filxhan trahana e thatë, 2 lugë vaj, 1 lugë gjallë, ujë, qumësht, salt speci pak pikante, plur ose salt speci të ëmbël, djamushka, bukë e thatë në kubik, djath i bardhë i thërmuar, krip, piper i zi dhe piper i kuq. Dhe jemi në këtë fazë. Kemi kaurdisur djamushka dhe bukën, trahanaja gjithashtu, ja të marrim një lugë tjetër. Po. Shiko, si është pjesa e brendshme? Pra, nëse ju ndiqni hap pas hapi, nuk e mora pra, mora për të provuar. Do ta vendosim në furne për të pjekur? Jo. Do ta shërbejmë kështu siç është. Ta do t'i jepi një pjekje të sipërfaqes. Pra, është buka, janë djamushkat, pak shije pikante. Pra nuk harrojmë është ajvari. Dhe faktikisht, e mirat mirave është, s'kam se përdor një tigan, këtu ku është edhe edhe pak krip. Krip piper dhe konsumohet kështu e ngrohtë, e sapo gatuar. E djathi që nuk mungon tek trahanaja. Dhe faktikisht e mirave është se përdoret djath i bardhë, sidomos përdorin djath sharri, që është akoma dhe më i mirë është prandu kajgjinit. Laj duart. Mirë, ne do të përdorim djathrat plas, do sepse është një gatim i gjysheve kosovare. Ne e zbusim patjetër se s'kemi klim për... Absolutisht. Djath dele dhije... Shumë mirë. Djathin e lopës që na ofron. Pakës yndyrë. Aty do të skuqim pak piperin, djegim pak piper të kuq që themi ne, pak krip dhe piper të zi, për t'ja shtuar shijen në fund fare. Nga ana tjetër i hedhim në sy edhe recetës, ta sjellëm këtë po e lëmë gjatë, shpjekur mjaftueshëm, e nxehtë që ka. Gati. Kjo është receta e tranas. E përfunduam tani në minutat që na kanë mbetur çfarë gatuajmë? Kjo nuk është e nxehtë. Tani gatuajmë patlıxhanët të mbushur. Okej, gatuajmë patlıxhan të mbushur. Recetën sepse edhe pak minuta mbeten që ta përfundojmë dhe recetën e patlıxhanëve të mbushur, çfarë përmban në receta? 4 patlıxhan, mish të grirë,
10 gram djam, qep, speca jeshil, speci kuq, 2 domate të grira, salcë domatesh, vaj ulliri, krip piper e zi, kumin dhe djath kaçkavall i butë. Tani, me këtë pjesën e kremit. Atëherë, shpejt. Te kremi. Qa do të shtojmë tjetër kremit? Te këmbëlsira, pra se të vazhdojmë me mbushjen e patlıgjanëve. Atëherë, Qepën, mishin e grirë aty? Mishin e grirë e vura tek ndyra që vura për trahanan. E lë. Marr një lugë, një pirun. Pjesë është nxehtë. Edhe e coptojmë, e shtypim Kaq, deri këtu. pjesën e sipërme, në mesin e masës së Niki, bëje këtë pjesën këtu, sa të pandispanjes. merrem unë me Do t'i shtojmë aty kremin, me prandaj e panën, coptove? Po. Sa të merrem unë me panën. Ja, të brenda do të vendoset kremi, nga tjetër mënyrë kjo e përgatitjes. Panën të luça. Marr panën. Do ta kthejmë nga gjendja e saj e lëngësht në gjendje të ngurtë, duke përdorur këtë raksen elektrike, sepse na pana duhet jetë e softë. Ndërkohë bananën do ta presim me kobza? Komplet pjesën e brendshme, hiqet dhe vendoset diku. T'ja hiq të pjesën e Po. Nga bërë shumë e mirë, ka ruajtur atë aromën. Po. Pra, nuk dua të lëvizë. Pjesa e konturit të jetë. Në gjendje kremoze. Në thonjza e ngurtë. Në thonjza e ngurtë, sepse nuk është e ngurtë, por duam të kemi atë E kemi minutazhin e duhur? Fare. Jemi shumë keq me minutazhin. Jo, e lëm recetën e vazhdojmë nesër. Po, prandaj mos flasim fare mbi këtë recetë. Okej, mirë fare. Po. Shumë mirë. Aq, nuk e bëjmë ngrohtë fare. Me një të lutem të lushim duar. Kremin? Po, kremin. Bashkë me panën e rakur. Ka çokoladat mos duhet që t'i thërmojmë pak ose t'i pres me sik? E lë pak sa. Duhet t'jenë në copla të vogla, thamë. Mëse më mirë t'i grim të grirësja, se sa... Atëhere, në grirëse direkt, Niki? Ma mirë më pak ko. Pak. Vrash, si që është pam direkt, mos na marri kohën. More për... O, mete për Kush i reziston çokolata? Tani e ndërtojmë, kujdes është nxehtë. Banane në copza? Lëre, u dogja, u përvëllova.
U provlova. Me lëkurën e bananeve tham nuk e hedhim, e shpembim veluleve ose fytyrës. Kemi bashkuar kremin pana, nga e lëngët e kemi rahur, e kemi bashkuar me kremin me vanilje që përgatitëm që në fillim. Përse e përthith komplet të masë. Shtojmë mbi të, do ta vendosim që të pikse të ftohet në frigorifer. Një sekund. Mendoj që na shumë gatuajmë sa që edhe luftë më. Gjitha kjo do të përthithet, do të mpihet, Më duhet pak. do të mpikset, do ta lëmë që të ftohet. Se nuk pa mban ta prek. Jo, është e nxehtë akoma. Bëra një sakrificë të madhe që e preka sa për dieni. Gishtin e preve u dogje edhe sot dhe Dhe ka kjo punë. Disa sopza. Sopza ti bëj kështu në fetza. Po. Okej. Ja, të holla. Vendose a këndshëm. Dhe na bëft mirë tani se e mbyllëm me të ëmblën ton, me ëmbëlsirën, sepse është edhe muaj i ëmbëlsirave, kështu që gjatë gjithë këtij muaji do të tregojmë edhe tradicionale dhe ëmbëlsira të tjera, që ju përshtatet edhe xhepit. I vendosim. Ne do të vazhdojmë ta dekorojmë, ju ta shihni edhe në foton që do të postohet në rrjetet sociale, po ashtu edhe në kanalin ton Reze Dielli në YouTube, kanali zyrtar. Vazhdojmë ta dekorojmë ëmbëlsirën që ta kurojmë me detajet e Syç ka si ato të tua, nuk u gjende në Ja. Në Reze jo. Dhe shihemi pas pak. Të dyja receta do t'jenë në Reze Dielli në YouTube. Recetën e patlıxhanëve nesër, me siguri, sepse kemi si boll me patlıxhan receta. Ne do të shihemi pas fleshit informativ, ju pres në Bima dhe Shëndeti. Ju përshëndes, mirë se erdhët në Bima dhe Shëndeti. Përshëndetje doktor. Kënaqësi që jemi këtu, një muaj të mbar. Gjithashtu, edhe për juve. Fillimi një muaj edhe mbyllja e një viti të gjatë. Sot do të flasim për demencën nervore. Si vjen ajo? A mund të parandalohet? Cilat janë ato simptomat e para të hershme fare që nuk duhet i ngatrojmë me harresën e moshës së tretë, por që na çojnë drejt një shqetësimi më të madh. Pse demenca prek kryesisht sipas një studimi më tepër gratë sesa burrat? Po. Dhe çfarë mund të bëjmë? Si mund t'i ndihmojmë ata ose ato që vuajnë nga demenca? Çfarë gabimesh bëjmë ne të tjerët përballë tyre? Gabimi i parë është kjo, kur njerëzit i drejtohen personit të cilit i është shfaqur demenca dhe i thot nuk më njeh mua, nuk më mban mend. Qarkullonte, ishte shumë e bukur dhe o ta gjej se më kujtove diçka, doktor. Kjo është ndër armët më vrasëtare për të smurin, se ky mendon, sa keq që kam unë nuk e njoh këtë. Po sikur i them unë pacientëve aty, po sikur ti themi neve, për shembull mirëmëngjes, erdhi ylli të të takoj. A do të jetë shumë e lehtë për atë? Ua, po ti që ke bërë çik më mirë sot. Duke i dhënë këtij energji pozitive, ne ndihmojmë. Duke i thënë, ore, po ti që ke prishur dhe në fytyrë, po pas edhe ca rrudha në ballë. Ne këtë e vrasim. I futim edhe i pëllëm. Dhe e vrasim sa herë themi dhe këto gjëra. Më kujtove diçka të bukur dhe më lejo që ta lexoj diçka. Një shkrim të cilin e lexova dhe ndava me idenë që ta konsultoja fillimisht me doktorin, pastaj edhe për ju. Nëse prekem nga demenca, ishte një letër, dua që familja ime ta varë këtë listë në mur aty ku banoj që të kujtojnë këto gjëra. Sa herë që hyrë në dhomë, prezantohu. Përshëndetje babi, unë jam Amanda, mos pyet kur, a e di kush jam unë? Kjo më shkakton ankth. Nëse unë prekem nga demenca, dua që miqt dhe familja ime ta pranojnë realitetin tim.
mos më përjashto nga festat apo tubimet familjare, mos më ndalo familjarët, mos më ndalo vajzat, mos më sulmo fizikisht, se kjo më dhëmb dhe më trishton. Nëse nuk mund të përdor më pirunin dhe lugën, provo ushqim që mund të ha me duar dhe shiko nëse mund ta bëj edhe vetë. Nëse besoj se bashkëshortja ime është ende gjallë ose se do të shkojmë për darkët e prindrit, më lër ta besoj, ajo më sill dhe paqe. Mos debato me mua për atë që është e vërtet për ty edhe për mua. Nëse jam i trishtuar, më mbaj dorën dhe më dëgjo. Mos më thuaj që ndjenjat e mia janë të pabazuara diku. Mos më trajto si fëmijë. Fol me mua si me të rriturin që unë jam. Ndihmom të vazhdoj të bëj gjëra që më pëlqenin, të ushtrohem, të lexoj, të ri me miq, të dëgjoj muzikë, të kërcej. Kërkom të tregoj një histori nga e kaluara. Nëse mërzitem, përpiqu të kuptosh pse. Më trajto si çdo të doje të trajtonin ty. Mbaj gjithmonë diçka për të ngrënë në shtëpi, edhe tani zemërohem kur jam i uritur. Mos fol me mua për mua sikur nuk jam unë aty. Mos u ndje fajtor nëse nuk mund të kujdesesh për mua gjatë gjithë kohës, sepse ky nuk është faji yt, është faji im. Nëse jetoj në një qendër po demencën, më vizito më shpesh. Mos haro muzikën time të preferuar, mos haro që përqafime dhe shtrëngimet e duarve ende vlejnë për mua. Mos haro që unë ende jam ai person që ke njohur dhe ke dashur. Ishte një moshuar që kishte bërë një status të tillë edhe për atë që dikë që njeh apo ka njohur apo ka në familje dikë që është i prekur nga demenca, ishte me vlerë për ta lexuar. Pra, kjo është për ta zbatuar më mirë, le të themi. Pra, ndodh ajo plakje e trurit pak e nga pak në mënyrë graduale. Nëse do të vëmë re që në trurin tonë janë afërsisht 85 miliard neurone, janë po kaq edhe glione afërsisht, pra shkojnë rreth 170 miliard. Mirë po, me kalimin e kohës, mosha e kështu me radhë, siç ndodh edhe le të themi çdo gjë e gjallë që do të vjetërohet dhe ikën dhe të ereja do të zërë vëndin e kësaj të vjetrës, po kështu ndodh edhe me qelizat nervore. Pra, edhe nga këto, vdesin shkatërojnë pothuajse çdo ditë. Afërsisht 85, 90, 40, 50 e kështu me radhë. Pra, kur ne tregojmë kujdes për qelizat e trurit, atëherë ato shkatërohen më pak. Kur ne tregojmë të pakujdesshëm, ato shkatërrohen më shumë. Çdo të thotë tregojmë të pakujdesshëm, si vrasim ne qelizat e trurit? Po ja, për shembull, nëse ne do të pim cigare, 20, 30 e kështu me radhë, jo se duam bëjmë politik anti-duhan, por duhani e trash gjakun. Ajo nikotina do të pasqyrohet në gjak, do të shkojë në tru dhe më helmon qelizat nervore. Bëhet shkas që ajo shifra që unë përmenda të rritet, jo të paksohet. Nëse do të vëmë re për alkoolin, për shembull, ndikon alkooli në gati 3 deri në 5% të popullsisë që jep dëmtim të qelizave nervore, pikërisht të këtyre neuroneve, dhe shkakton 2 sinjale. E para, ai sikur e paralizon atë qendrën e të folurit dhe ky sa më shumë të ketë pirë, aq më shumë atij trashet gjuha, nuk artikulon mirë dhe fillon të flasi në mënyrë të rrokëzuar dhe mendon sikur kush e di çfarë thot, asgjë nuk thot. Pak fjali në sistemin nervor, ky ka toksifikuar neuronet. Dhe qendra e të folurit dhe qendra e kujtesës nuk harrin që të bashkërendojnë atë veprimtarinë me njëra tjetrën. Kto sikur hemisferi i majt me të djathtin funksionojnë si pasqyra me njëra tjetër. Kjo është ajo trullose që themi ne kur konsumojmë një gotë? Këtia i ka ndodhur kjo gjë, për shembull, po ka njerëz që mund të turullosen edhe me një gotë, për shembull. Sepse alkooli sa bie në stomak, edhe sheqernat sa bie në stomak, truri fillon sikur t'i glabrojë këto substanca energjitike dhe i merr për veten e vet. Pra që këtu qimethise e thithin alkoolin dhe ky menjëherë hyn në gjak. Nëse ne do të ham një ëmbëlsirë ose një diçka me yndyrë, truri sikur ja vjedh trupit këtë sepse në radhë të parë don për vete gjërat me kalori, me yndyrë e kështu me radhë. Se edhe truri në vërtetë është një muskull yndyror. Atëherë, çfarë ndodh me këtë alkool? Ky menjëherë ka shkuar në tru dhe fillon të godasi mbi këto qeliza.
kur ky merret pak e nga pak në mënyrë të moderuar e shoqërohet edhe me perime, me zarzavate, me fruta, atëherë toksiciteti i alkoolit është shumë i pakët. Dhe njihet kjo edhe me shkencë që 3 deri në 5% e njerëzve me demencë e kanë origjinën nga alkooli. Ndërsa njëja alkoolizuar në çast njihet kështu, nuk rrokëzon mirë, i ka humbur ajo qendra e ekuilibrit, ai nuk mban dot ekuilibrin, nuk mund të ecë në një vit të drejtë, po ecën sa majtas djathas, mundet që edhe të rrëzohet, por përsëri ato qelizat e tjera të trurit i japin komandën që ky të ngrihet, por ndoshta mund të jetë i pavullnetshëm. Pra cigaria, alkooli, tjetër është genetike, demenca, të tjerë faktorë që ndikojnë? Mundet të jetë genetike, mundet, por shiko, ekziston me të vërtet kjo apolipoproteina E4 e cila mund të ketë lidhje me trashëgimin gjenetike. Por nëse personi, pra nipi ose mbesa, ose djali ose vajza i atij personi që ka qenë me demencë nervore, ose dhe me Alzheimer, po demenca është në një kuptim më të gjerë se sa Alzheimer, si thua është një ombrell që i mbulon të gjitha këto demenca, atëherë ne vëmë re këtë gjë. Do ta quajmë që një person që ka demencë, që ka tendencë të pi alkool, që ka tendencë të ketë prishur balancën e sheqerit në organizëm dhe që ka kolesterolin e lartë, atëherë ky është një grup njerëzish të cilët kanë atë që të ngjitin, pra e kanë rrugën si të hapur, si thua, që të shkojnë drejt, janë të predispozuar për të shkuar tek kjo ulja e funksionit të veprimtarisë nervore. E ndërsa ky personit që tham neve që ky ka gjyshin ose gjyshen për shembull, e ka patur me demencë, ky mundet që ta ketë këtë E4 që unë e përmenda më sipër në genin e tij, po ky nuk aktivizohet sepse ky individi mbrohet nga këto që unë përmenda më parë, tregohet aktiv në jetën e tij, bën një jetë dinamike dhe kjo E4 as i ndikon fare, ose do të ndikojë aq pak sa që ky do të jetë pothuajse si gjithë të tjerët. Qartë. Pra këto janë pak a shumë ato faktorët që ndikojnë stil jetesës, mungesa e disa lëndëve. Patjetër që unë përmenda këtë sheqerin për shembull. Nëse ne do ushqemi në mënyrë të vazhdueshme, të shpesht, sepse edhe ky sikur fillon të bëj për vete, po qoftë edhe mjalti për shembull, atëherë truri, unë e përmenda fjalën glabëron, me vërtet sikur i thith këto që nga stomaku. Atëherë, çfarë ndodh? Po e quajmë do ham një copë ëmbëlsirë. Çfarë kemi aty neve? Kemi sheqer, po çfarë është në të vërtetë? Është karbon, hidrogjen dhe oksigjen. Pra, truri mori një njanshmëri elementesh. Nuk mori asnjë nga natyra e shumëllojshme, nuk mori ngjyra, nuk mori antioksidant fare. Atëherë, le të themi një pjatë ëmbëlsirë me një gotë boronicë. Kjo në peshore thyen shumë. Kjo ka këto proantocianidinat, ka antioksidantet e fuqishme kështu me radhë, që i arrisin vlerat kësaj gotës së boronicës, i arrisin vlerat dhe më ushqejnë këto neuronet, pra qelizat nervore. E ushqejnë atë me antioksidant të fuqishëm që i mbrojnë plakjen e trurit. Ndërsa ajo ëmbëlsira asnjëherë jo. Absolutisht. Nuk mund ta kryej, po. Absolutisht, sepse aq më tepër në një stomak bosh ku thua tendenca për ta tërhequr sheqerin edhe për ta glabruar atë. Pra ato që i duhen trurit ai i selekton dhe i merr aty te stomaku. Pastaj ato mikroelementet që janë më të fuqishme, po që në miniaturë janë të vogla, ato përthithen nga zorra e trash dhe në zorrën e trash e kemi një zonë të caktuar e cila qimetësisë të kësaj pjese të zorrës së trash ushqejnë automatikisht sistemi nervor. Përveç ëmbëlsirave, të tjera ushqime që plakin trurin dëmtojnë? Mund të shiko, plakja e trurit ndodh, le të themi, edhe nga telefoni. Ne bëjmë trurin parazit, merremi gjithmonë dhe gjithë, shiko, gjërësia jone të parit mblidhet në një ekran shumë të vogël. Po ja mund të themi 40 cm2. Shkëputemi nga natyra, shkëputemi nga jeta, mbyllemi në vetvete, u lidhëm me telefonin,
që të gjitha këto janë rëkeza që na çojnë tek ai lumi i madh, tek ai proj i madh i demencës. Thuhet një shprehje. Pa diskutim. Për shembull, truri ka ato kurrizet edhe ato kanalet. Pra sa më shumë rrudhat ketë, aq më aktiv është, aq më i mprehtë është, aq më mirë hemisferi i majt komandon me të bashkëvepron me të djathtin. Aq më shpejt reagon njeriu. Po që se ne do të merremi me telefon, ku çdo gjë si thua thjesht e kalojmë pa lexuar një libër, pa gjë, veç thjesht këtu shty kohën, kaloj kohën. Ose këto lojrat e tjera që aktivizojnë trurin. Patjetër, po. More një lojë shahu. Një lojë shahu, letra, domino, shiko, gjimnastikën e trurit e bën shumë më mirë shahu. Shahu. Por do të vemi edhe më mbrapa, si mund t'ja bëjmë një gjimnastik trurit, të bëjmë një farë shplarje të tij. Pra, le të themi kështu, këto që ne duam të bëjmë, pra, një jetë aktive, jo jetë sedentare, një jetë të ushqeheshme shumë llojshmëri perimesh, jo me një anshmëri, të mos jemi anemik, sepse nesër një anemi, një ulje e këtyre vlerave në gjak, pa diskutim, do të më ushqej shumë pak një sistem nervor. Dhe ky do të jetë i uritur, si thua, nga dita në ditë, do të jetë i uritur. Dhe i them unë për shembull kur më vijnë njerëz aty, nëse do të kemi një bebe të vogël, 5 muajsh, ku mamaja nuk i jep të pi, çfarë bën? Do të çaj. Qartë, atë armë ka, ai vetëm me atë të poshtron. Dhe ti do ja plotësosh atë dëshirë, do t'i japësh të pi. Po një tru që nuk merr oksigjen, nuk merr gjak, kur ky mbetet i uritur nga dita në ditë, çfarë do të bëj? Qan, po nuk e dëgjon njeri. Edhe vet ai njeriu që e ka trurin aty në kokë, madomendja që nuk e kupton. Ose thot më dhëm koka, më është më pirë një pjesë e kokës. Po sikur më rri koka e nxehtë, sikur më rri koka e ftohtë. Që të gjitha këto janë shenja që truri i këtij personi nuk ushqehet mirë me gjak. Qarkullimi i gjakut në kokë ka pengesa, ka ndalesa, se ku aty brenda në arterie. Por çelësi i parë që duhet na vejë mendja është kjo, pjesa e cervikales. Të gjithë rrim të krrusur kështu gjatë ditës, dhe harrojmë që në darkë ose gjatë ditës t'i japim një shkrifërim krafe, dhe sikur t'i bëjmë një masazh të pjesës cervikale, që kjo të mos më kërruset kështu, si u them unë, mateni sa pingultin tek muri, mateni sa gishta është qafa jote larg murit. Është 4 gishta, është 5 është shumë. Ngjishe mjekrën, pra, sikur do them po, por koka tek si kështu. Po. Atëre, a erdhi pjesa mbrapa rrafshe drejt, ka plot që ju qëndron 3-4 gishta larg. Pra, këtë gjë po e sqarojmë për të treguar që mungesa e oksigjenit përmes problemit me cervikalin do të është një shkaktar që mund të preki 20-25% të njerëzve me demencë. Dhe ndoshta ata nuk e dinë për shembull. Po shiko, pak qafa është trëmbër, se ka edhe një demencë e cila është e gërshetuar ose si thuash e përzier, jo e një anshme, për shembull, jo vetëm Alzheimer, jo vetëm nga diabeti, jo vetëm nga kolesteroli, jo vetëm nga ndonjë shkaktar tjetër, por një e përzier, që do të thotë, pak na ndikon mos furnizimi i mirë me gjakun. Pak na ndikon për shembull pirja e cigares, pak diabeti, pak një anshmëria në ushqime, një anemi e theksuar e kështu me radhë, janë që të gjitha rëkeza që çojnë ujin tek demenca. Po pse vetëm përqindjet tregojnë që gratë janë më shumë të prekura nga demenca? Kjo është e vërtetë? Është e vërtetë, po. Sepse, shiko, organizmi, kur mirë funksionon, do nënkuptojmë që mirë funksionojnë edhe raportet hormonale të organizmit. Dhe një hormon, estrogeni, i cili ndodhet edhe tek meshkujt, edhe tek femrat është i predispozuar që të jetë në nivel më të ulët se tek mashkulli. Ashtu si edhe testosteroni, që është më i lartë tek meshkujt se sa tek femrat. Atëhere, kur ky ulet, kur këto nivele hormonale ulen më shumë se norma, atëhere detyrimisht do të ma japin atë efektin e saj dëmtues në organizëm, që do të thotë, po do më ndikoj në uljen e
efektivitetit të veprimtarisë së sistemit nervor. Pra truri kryen procese shumë shpejt edhe në fraksione të sekondës. Më kupton, nëse ai e parandjen një rrezik, trupi reagon shumë shpejt. Nëse unë prek një gjë të nxehtë, komanda u dha dhe unë muskulit të hiqet mbrapsht. Pra, ulja e estrogenit tek femra ndikon automatikisht. Kjo është dhe një nga arsyet që të kalojmë tani tek simptomat, meqense më fluturojnë minuta dhe dua t'i tregojmë të gjitha. Si e kuptojmë ne që jemi në prag demence, një prag të këtyre problemeve trurit? Po ja, për shembull, një çift i të moshuar, se është mosha e para që ndikon, për shembull. Po ne po vëmë re edhe te disa moshat më të reja, dhe kur e pyes për shembull sa cigare pije kështu, 3 paketa. Pa le pastaj, kur kjo është femër dhe pi 2 paketa, kur kjo estrogenin e ka edhe më të ulët, plus i futim dhe këtë. Që e ka nga organizmi vetë, fiziologjik estrogenin. Atëhere, shiko, ne dashur pa dashur ushqejmë këtë demencën, që çfarë është në të vërtetë? Ulje e funksioneve të veprimtarisë të trurit. Si fillojnë? Kjo është, atëhere. Po ja, për shembull, dolli ky çifti dhe thotë, unë e harrova, e mbylla sobën apo jo? Ajo e ka mbyllur Çelsa. Ose njëri, për shembull, kërkonte syzat, syzat i kishte vendosur te koka këtë. Kërkonte syzat, kur i ran ato se kërkoi poshtë, kur ran nga koka, ai pas ka marrë këtu. Ose për shembull, ne duhet të trembemi se këto ndodhen edhe të rinjve, po themi ndoshta nga ngarkesa dhe kërkon stilolapsin për shembull, kërkon edhe një flet për të shkruar një mendim. Sa i gjeti këto e harroi. Harroi mendimin. O miku bishti filli, thotë çfarë do shkruaja. Pra, këto situash janë shenjat e para. Pastaj vemi tek. Shikoj, janë shumë të rinj që i kanë këto shenja. Pse harrova këto ku e lash? Kjo duhet të na trondisë, duhet të na friksoj se të edhe një shkaktar i këtyre demencave janë edhe këto smundjet infektive. Nuk flasim më për HIV-in, për shembull, ose për meningjitin e me radhë. Por edhe këto, për shembull, viruset e gripit, edhe ndoshta medikamentet e shumta që mund të marrë njeriu, ndikojnë në uljen e funksionit veprimtarisë së trurit. Atëhere, ne themi harresa dhe shiko, erdhëm si thua në preherin e Alzheimerit. Pra, po harruam emrat, po harruam ndonjë punë që e kemi bërë, po se fiksojmë, pra, ngjarje të sapo kaluara. Këto mund të themi që janë ngjarje që janë jo të dëshkuarës, po flasim për ngjarje që janë shumë afër. Një punë që e bëm sot, për shembull. Ore s'mban mend çfarë hëngra në mëngjes. Për shembull, e harroj. Kjo është shenjë që ne jemi drejt kësaj gjëje. Si përshkallëzohet më pas? Fillon me këto harresat e vogla, pastaj? Po të mos ta lëm ti ki mtutje, se mtutje është ka shi dhe breshër dhe dëborë. Atëhere, po ti kemi këto shenja, kjo si simptom, si dukje është sot, por është formuar ndoshta pak e nga pak, 4 vite, 5 vite, 7 vite më parë. Dhe tashtin është dukja. Atëhere, ne do të themi, çfarë punësh kam gjatë ditës, hajti sistemoj në një blok, se do vë edhe truri në punë, pra do përqëndrohem, do rrit përqëndrimin, dhe do t'jem më i kujdesshëm. Nuk do hallakatemi, si themi ne, çfarë duhet të bëja, çfarë bëra dhe çfarë nuk bëra. E dyta, do mundohem që të ushqehem me gjëra me produkte shumë ngjyrshe. Panxar të kuq, karrota, rrep, brokull, lakër, një gotë verë që mund t'ja kem hequr alkoolin, e ngro verën e ikën pjesa më e madhe e alkoolit, musht, rushi, boronicën, aronja, kemi plot gjëra në vendin tonë që ne ta ushqejmë, ta stimulojmë trurin. Atëhere, po filluam që të jemi më sistematik, kur ne i kuptojmë këto shenja, atëhere ne, si thuash, e luftojmë demencën nervore. Qartë. Si bëhet ajo shpëlarja e trurit, doktor? Me që the që do të shpëlajmë mirë trurin, pastaj të fillojmë ta ushqejmë shëndetshëm që të... Kur kemi qenë student dhe lexonim këtë psikologjin, aty të tregonte se si një njeri për të luftuar demencën kishte arritur që të mësonte një gjuhë huaj. Çfarë do me thënë ishte kjo? Pra, leximi, sistemimi, përqendrimi i vëmendjes, ai duke mësuar çdo ditë nga pak fjalë të reja, të huaja, e aktivizoi. Si thuash, ju bëri një fuqizim këtyre neuroneve, të cilat ishin, si thuash, gati në vdekje e sipër. Ndodhi që, shiko, pllakza
proteinike, sidomos këto fije tau, rritin masën, rritin volumin, dhe çfarë bëjnë? E ngjeshin trurin. Atëherë këto fijet neurone, me vërtet që do shtypen, do japin dhimbje dhe pastaj vdesin, shkatërrohen. Por, po u treguam ne të kujdesshëm që jo vetëm këto pllakzat proteinike që formohen në sistemin nervor, por edhe këto proteinat levi që edhe këto fillojnë të rriten, të zmadhohen, atëherë çfarë bëjmë neve me këtë gjë? Bëjmë të kundërtën, nuk e lëm trurin që të më mbushet me këto njollat e bardha, proteinike, por të shkatërohen ato, t'i dobësojmë. Po si mund ta bëjmë këtë gjë? Për shembull, një njeri që është marrë me fiskulturë dhe kështu, ai është muskuloz. Po e lëshoj veten, fijet muskulore s'quhen. Po kështu ndodh edhe me trurin. Ne po ta lëm, ai detyrimisht do të degradojë. Po si mund ta rizgjojmë, si të bëjmë që të mos më vdesin 90.000 në ditë, po 50, 30, 40. Për t'i mbajtur ato aktive, tregojmë pas publicitetit formulat, se duhet të kalojmë dhe në reklama dhe t'i shënojmë më njëherë pas rikthimit të tyre. Erdhëm përsëri, vazhdojmë tani të tregojmë disa trajtime alternative që fuqizojnë trurin. Po, megjithëse për këtë ka shumë faktor, por le të themi cilat janë ato shtytsat, ato nxitësat e parë që njeriu e frenon këtë plakje të parakohshme të trurit. Është provuar shkencërisht që çaji i malit, Sideriti syriaca, pra i çaji i malit i jugut, është një medikament plot me fitokimikate që frenojnë plakjen e trurit. Mund ta përdorim 5-7 gota në muaj, 10 gota në muaj, asgjë të keqe nuk kemi. Po si praktikisht, marrim 3-4 fije çaj, i vendosim në një gotë, në një enë kështu, i përvëlloj me ujë, e lëm 15 minuta dhe nga ky çaj pim 1-2 gota në ditë. As nuk është ndonjë gjë e pamundur, e paralizuar. Por le të themi si ta fillojmë ditën për shembull. Atëherë, jemi të ngritur nga gjumi, ndoshta të plogësht e kështu me radhë. Të parin që duhet të ngacmojmë, t'i çojmë sinjale, duhet të jetë hipocampusi dhe truri i vogël. Po si e bëjmë këtë gjë? Nëpërmjet receptorëve nervor që kemi në shputën e këmbës. Pra, praktikisht, ose marrim dhe bëjmë një kështu, është një pajisje që mund ta lëvizim ne te këmbët, gati 1-2 minuta, ose si që kam këmbën... për shembull, në rastin, apo është... Jo, ai është i lëmuar. Ne duam diçka kështu si ato shapkat që kanë sa si kurrize kështu, ato sikur ngacmojnë receptorët nervor. Atëherë çfarë bëj? I mbledh gishtat e këmbës kështu, 50-60 herë. Dhe pas kësaja, mund ta marr, e relaksoj pak shputën e këmbës me mollzat e gishtit, dhe pastaj bëj 4 gishtat kështu dhe ja kaloj kështu 2-3 herë kështu. Kjo me njëherë fillon të më çojë sinjale rizgjimi të trurit të vogël dhe në hipokampus. Asgjë nuk kushton. Pra thjesht tek shapka, këtë dhe pak me mollzat e gishtit. Mbaruam me procesin e parë. Procesi i dytë është kjo, të marrin tash, ne nuk e dim si kemi fjetur gjatë natës, a me qafën drejta, shtrëmbra kështu. Bëjmë pak lëvizje të qafës kështu. Sikur themi jo, por ta zgjat pak qafën kështu. Për shembull, ne themi jo, këtë veprim bëjmë, po e bëjmë pak më të sforcuar. Dhe pastaj sikur them po qafës së jap drejt kështu, drejt në pjesën e mbrapme dhe mjekra sikur të më vi afër gushës kështu. Po 5-6 herë deri në 10. Mbas kësaj të nxitim çik qarkullimin e gjakut duke e masazhuar në të dy krahët. Pra, filloj nga poshtë lart këtu te pjesa e qafës, në të dy krahët me këto me gishtat e mëdhenj dhe mandej një masazh skalpi të kokës 1 deri në 2 minuta. Do të nxitim, do të përmirësojmë qarkullimin e gjakut. Mbas kësaj bëjmë disa, po kjo është shumë domethënëse. Pra, ne kemi qenë gjatë natës ku ai nervi parasimpatik e ka ulur gjithë veprimtarinë e organeve të brendshme, edhe të mushkërisë, të zemrës, ëmbëlçie kështu me radhë. Atëherë çfarë bëjmë? Mbushim kraharorin, mushkërinë, e mbushim me ajër pak e nga pak,
po e ngjesh, e fry gjithë kafazin, kështu. Dhe e mbajmë për sa Në këtë sekonda? mënyrë, unë ato hiluset e poshtë me të mushkërisë, më falni, ato anësit e saj i ka mbushur me ajër. E mbaj ajrin dhe nxjerr pak e nga pak. Pra, fillova të çoj oksigjen në tru dhe i bëj si thuash një gjimnastik trurit. Pra, me këto, po ja bëj një gjimnastik trurit. Po ja bëj një imagjino ti edhe në ajër në natyrë të pastër edhe. Këtë ne e bëjmë 10-15 herë. Mbas kësaj, le të marrim për shembull dhe të pim një gotë ujë esëll, po para se të bëjmë këtë ujin, mundet që ose me furçën e dhëmbëve të ngacmojnë çike receptorët e gjuhës, sepse edhe kjo ka lidhje me hipokampusin, ose ajo furça me sodë që ai që e ka gjuhën të zbardhur pa diskutim duhet ta bëjë me sodën e bukës. E pastrojmë dhe ngacmojmë këto receptorët nervorat. Atëherë mbushim thjesht një gotë ujë ose një gotë ujë me pak fara liri. Sepse, si thuash, i japim ujin së bashku me këto omega 3-shin, 6 dhe kështu me radhë. Ose mund të marrim, mbushim një gotë ujë, hedhim në të një lugë çaj me mjalt, e tresim dhe shiko, i fusim organizmit një ujë për detoks dhe pak aminoacide nga mjalti. Atëhere, shiko, filloj truri që të marrë jetë. Si thuash, po marrë një plak, e çojnë palestër dhe i filloj të bëj nga pak ushtrime. Atëhere, kjo, si thuash, le të jetë 5 minutëshi i parë i çdo njeriu gjatë ditës. Do të vëmë re që me vërtet do filloj kujtesa të reaktivizohet. Krahas kësaj, marrim një blok dhe shnojmë emrat e nipërve, të mbesave, të fëmijëve kështu me radhë. Pra, edhe do të lexoj, edhe do të bëj këtë ushtrim 5 minutshin e mëngjesit. Krahas kësaj, gjatë ditës mirë është të lexojmë ndonjë libër dhe të fiksoj, të mundohem që të mbaj mend. Pra, duke përqendruar sistemi nervor, nuk e lëmë unë atë të hallakatet, kështu edhe ai të mos di se ku është. Qartë. Një çaj që neve mund ta bëjmë. Atëherë ne kemi sjell plot bim aty. Përmendëm për shembull ti lexojmë pak bimët që ndihmojnë për ti lulemurizi. Përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ushqen trurin, plus acide triterpenike që ndodhen këtu, luftojnë ato pllakëzat që neve përmendëm, ose fijet proteinike që mbushin atë hapësirën e bardhë. Atëherë, kemi ginkgo biloba. Kjo është qetësues nervor, por është njëkohësisht edhe përmirësues i qarkullimit të gjakut në kokë. Pra, ne përmendëm që, shiko, po na ndonjë skalpi i kokës, i ftohtë, i nxehtë, dhimbje kështu, kemi pengesë në qarkullimin e gjakut. Harmonia që ka disa bim lloje bimësh brenda. Disa bim brenda saj. I sjell edhe si vaj, që mund të bëhet edhe si ekstraktuar. Ndër vendet e para, këtu e zënë rozmarina, borziloku, bari bletës. Sidomos për mbajtjen mend të ose për kujtesën. kujtesën, Rozmarina e nxit veprimtarinë e trurit. Borziloku po kështu, që të dyja së bashku ndihmojnë në përqendrimin, në forcimin e kujtesës. E pse mos ta pim një gotë çaj në ditë nga këto? Livando gjithashtu një qetësues. Livando është një qetësues i sistemit nervor dhe valeriana. Atëherë, nëse do të kemi një pagjumësi, mund të marrim për shembull një lugë çaj me valerian, ose një dorë murriz lule, ose barblete, ose ginkgo biloba. Pra, në varësi nga problematikat e tjera. Po të kemi luhatje tensioni, ja, valeriana shkon shumë mirë me këto të dyja. Me murizin, me ginkgo biloba dhe valeriana. Po e quajmë, do bëjmë 2 gota çaj këtu, dhe do ta pim këtë çajin pas dite edhe në darkë. Do bëjmë edhe pak frymarrje të thella në darkë dhe ta lëshojmë atë ajrin pak e nga pak, dhe këto pa diskutim që do të na ndihmojnë. Pra, jo më koti përmendëm si emra çajra, se mund të kombinohen me njëra tjetrën, mund të pjenë më vetë. Nëse kemi fryrje barku, zorrësh e kështu me radhë, atëherë, çaji i harmonisë, që ka borzilokun, që ka mendrën, petalet e luledillit, rozmarinën e kështu me radhë, është i mirë sepse më përmirëson sistemin e tretjes dhe më ushqen sistemin nervor. Pra, një mënyrë inteligjente për të ushqyer sistemin nervor është edhe kjo me këto çajrat bimor që ne përmendëm. Dhe sigurisht me ushqimet, që nuk duhet të prohet me sheqernat, me alkoolin, cigaren, po duke u orientuar te dieta
Me shumë për ngjyra, shembull, perime, një çaj që neve mund ta bëjmë, Po, ja, sepse jemi dhe në minutën e fundit, duhet ta mbyllim. Atëherë, Bëjmë një çaj hedhim për të nga ky ndihmuar çaj i harmonisë trurin. për shembull. Afërsisht neve këtu mund të kemi hedhur 2 lugë të plota? 2 lugë, po. 2 lugë të plota gjelle. 2 lugë të plota gjelle. Pra një çaj që ndihmon trurin për të shtojmë pak përmirësuar rozmarin. aktivitetin. Por ky çaj që ne përgatitëm nuk do të pihet në darkë para gjumit, sepse rozmarina e nxit veprimtarinë e trurit dhe neve do të na bëjmë që të flejmë me vonesë. Me vonesë. Atëherë, Çaj amonia, rozmarin. këto neve i përvëlloj me ujë, e lëm afërsisht të mbuluar këtë enën për 15 minuta dhe ndërkohë, ja, pra. Që të filloj të Shiko, lëshohen ky që të tash gjithë filloj produktet. pak nga pak t'ja ndryshoj ngjyrën e çajit. Ky çaj pihet para dite, pihet gjatë ditës, pihet deri mbas dite vonë. Është i mrekullueshëm. Dhe njëkohësisht e mrekullueshme është edhe kakao. Unë e vëre edhe në darkë dhe njerëzit lokal shtrohen aty, luajnë me telefon dhe pinë nga një kafe. Do të thoshja nuk është e mirë. Kafja është për në mëngjes, kakao është në darkë për të ushqyer vatrat e trurit. Ka dhe magnez që bën shumë mirë edhe për gjumin dhe për trurin. Atëre, ja, pra, kjo është një çaj, është gati një herë, kullohet pas 15 minutash dhe pihet gjatë ditës. Një çaj i mrekullueshëm. Mirë, doktor, faleminderit. Duhet të ketë patjetër edhe shumë kombinime të tjera për këtë temë që është kaq e gjerë. Shpresoj që të kemi ndihmuar sado pak edhe me këshillat edhe me këto kombinimet e çajrave. Të uroj javë të mbarë, doktor. Shihemi të hënën e ardhshme me një tjetër tematik për shikuesit tanë. Ju përshëndes, shihemi nesër.